Aktori i njohur Çun Lajçi ka drejtuar një mesazh të drejtë për drejtë dhe kritik kryetarit të AAK-s Ramush Haradinaj pas deklaratave të tij lidhur me mundësinë e formimit të qeverisë pa lëvizjen vetëvendosje. Në një reagim publik, Lajçi ka vlerësuar se pikërisht kjo qasje shpjegon humbjen elektorale të Haradinajt dhe të partive të tjera opozitare. Ai ka kritikuar thirrjen për krijimin e qeverisë nga subjektet që sipas tij i kanë humbur zgjedhjet pa pritur qëndrimin e partisë, që ka fituar besimin e shumicës së qytetarëve. I dashtuni Ramush po e lexoj atë që pas ke shkruar, PDK, LDK, AAK mund ta bëjnë qeverin pa Kurtin, edhe aty po e shoh arsyen e humbjes tande dhe të dy partive të tjera, por një gjë po ta thot ky plaku artist, që të ka dasht pa shibla e pa e sa pushteti, vetëm njeriu i unt për pushtet ngutet me fol dhe spriton me ukorit, tu e i thirr partit humbse me ba qeveri, pa e prit fjalën e asaj që e fiton besimin e popullit me gati gjysmën e votës. A e shet tash sa i zgjuhet del? A e shep se populli po të ndan prej vetes? Sepse populli Ramush edhe kur humb di me prit, edhe kur sfidon di me u përmbajt, ndërsa nxitimi për pushtet është gjithmonë shenja e fundit para rënies. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, tha se formimi i qeverisë duhet të pritet nga një marrëveshje mes LDK-s dhe PDK-s. Ai tha se Aleanca është e gatshme që të bashkëpunojë me këto dy parti për t'i dhënë, siç u shpreh Haradinaj, vendit shumicën. Haradinaj në konferencë për media tha se së bashku këto tri parti mund të formojnë qeverinë nëse ka vullnet politik. Për të pasur qeveri Kosova, tani duhet të presim edhe një marrëveshje mes LDK-s dhe PDK-s, për shkak se e dim që bllokada kishte shkaktuar një vit nga Kurti dhe vetvendosja. Por, po ashtu nuk kemi parë një gatishmëri të këtyre dy partive për një marrëveshje dhe për të thjeshtëzuar kush është kryeministri. Aleanca nuk ka qitur kushte dhe nuk qet kushte për opozitën, por tani është momenti që të reflektojmë të gjithë, të mos e votojmë vendin. Nga ne, të dy partit LDK dhe PDK e kanë një partner dhe jemi të gatshëm që të bashkëpunojmë me ta për t'i dhënë vendit shumicën, deklaroi Haradinaj në konferencë për mediat. Ai shtoi se në procesin e sotëm zgjedhor ka fituar demokracia. Ai tha se kanë fituar 8% të votave dhe 9 mandate për kuvendin e Kosovës. Për ne, për AAK-n, është konfirmuar rezultati 8%, që është rreth 9 mandate. Këtu ua konfirmoj me siguri nga njohurit tona, informatat tona që kemi, kuptohet e mirë presim rezultatin final, numërimin e të gjitha votave atyre në vend votime me kusht të diasporës me post dhe si i tillë ky rezultat na bën krenar me punën tonë. E dini, jemi përballë një situate jo të lehtë, jemi ballafaquar me partit në shtet. Ka 5 vjet edhe përkundër krejt zhvillimeve që kanë ndodhur në vend, po vërtetohet edhe një herë që bllokada një vjeçare e Kurtit nuk jep rezultatin e pritur prej tij. Pra ende jemi në një situatë afërsisht të njëjtë. E dim se po flitet për mundësinë e ndonjë rritje në numër të deputetëve, por kjo është një situatë pak a shumë e ngjashme si herën para kësaj. Ne jemi dakord që të veprohet me shpejtësi, të krijohen institucionet e vendit, të mos vonohet më Kosova, shtoi Haradinaj. Në zgjedhjet e 28 dhjetorit, sipas të dhënave zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve deri në orën 19, kanë votuar 889.557 qytetarë nga gjithsej 1.999.000 votues në listë që përbën 44.99% pjesëmarrje.